një send që atyme ju duke ndoshta interesant, edhe të bojmë edhe na, që normal ajo ne nuk pajtojmë këtë send. Mande janë edhe faktorë tjerë, jo e dini ma mirë, probleme që kanë në shtëpi apo jashta shtëpisë, në shoqëni. A mendon që ndikon edhe raportin me familjar kjo pjesa e përdorimit të narkotikëve? Se u përmend më herët që ndikon kështu në apo ka probleme vetëm me veten edhe nuk një person me veten asnjëherë nuk mundet me pas. Problemi nuk lind prej vetvetes. Problemi gjithmonë lind prej një faktori tjetër. Qoftë ai familjar apo prej shoqënisë. Kështu që unë kom afër shkollën e mesme, gjimnazin Sami Frashëri, që gjimnazi Sami Frashëri ka qenë dikur gjimnazi ma i... Halo i mirë është. Mu po ndoshta po. Jo, edhe në zonë sa të mirë janë. Ka në zonë sa të mirë po i kam që aty. Kam edhe të shtëpia, është edhe kafenea që në borë e kam. Edhe me emën është. Po, mos ta përmendi. Jo, po... Në borë. Nuk guxoj me qenë derën dritaren sa fëmi prej? Po, ato edhe dashta me thonë, faleminderit, me dërtet, se edhe në kohën kur unë kom qenë e prekun prej kancerit, edhe sa u ktheva prej spitalit, mu desht qetësi. Kemi shku, i kemi lut pronartë kafeterisë që me ndalë zhurman, po ata janë në që thojnë halusat veta